Anglia ka nisur të hënën grumbullimin për eliminatoret e Kupës së Botës në një grup ku kundërshtar ka edhe Shqipërinë. Pikërisht një përballje me Kuqezin nis rrugëtimin e 3 luanëve të premten në Wembley, ku do të shënohet edhe debutimi i Thomas Tuchel në pankinën e Anglisë. Vetë trajneri gjerman ka pritur i pari futbollistët në momentin kur ata janë paraqitur në qendrën stërvitore. Tuchel ka takuar një nga një lojtarët që mbërritën në grumbullim, duke filluar nga emrat të cilët ishin harruar në këtë ekip si Marcus Rashford e Gordon Henderson, me këtë të fundit që mendoi se e kishte mbyllur me Anglinë. Listës së ekipit i është shtuar në ditën e fundit edhe një tjetër emër. Morgan Gibbs-White, mesfushori ofensiv i Nottingham Forest, ekipit surprizë të këtij edicioni të Premier Ligës. Një ftesë që erdhi nga situata e Cole Palmerit, i cili është dëmtuar dhe nuk do të jetë i gatshëm për 2 sfidat e marsit.